E pate mundësi për diskutuar. Po ne diskutova me Gulën, po mendova me dhënë një opinion tamë. Për çka? Për Gjakovën kryesisht. Për Gjakovën desha t'ja urash. Që kum qenë marrë s'ka me folë për Gjakovën. Jo, duket që marrë kum qenë unë në Gjakovë se Gula. Po thua? Sepse Gjakova ka duhet me dhënë gjinit kredi për shkak se u bën një qytet dhe më të pasur. Unë kam një pyetje, a ke qenë fushë Kosovë ose jo? Në fushë Kosovë kum kalu. A ti kalu, okay. Shkoj fushë Kosovë me Besnik Osmanin lidhemi direkt. Besoj e kemi, nëse se kemi, e bëjmë lidhen direkte. Ja, që të Gjakova ndoshta desa lidhë me Besnikun, i vetëm dëshkim që se s'kam e fitu zoti Gole nesër është ky zvonë në garë. Sepse për ndryshe na e tham ka përgatitje, në rregull, po e ka këtë dobësinë që e pranoj edhe vetë. Aspekti i ligjërimit në komunë nuk shon kështu, është pak më konkret, por ky që e vonshme, kjo është ajo që tha dhe Bali Moremi edhe ne që thojmë vazhdimisht. Ambicie të rive që më u kyç në politikë, sidomos në garë, në komunë, duhet me fillu prej nesër për 4 vite. Shumë konsistencë. U përgatit bre, duhet ndryshim i statutit partive që mi leju degët me vendos për kandidatin. Jo dikush në qendër me e bokte, sepse aty zhvillohet debat i brendshëm politik dhe nxjerrët kandidati më i mirë në mënyrë që mos me ashu ëndrat se cili që don me kandidu për kryetar. Për mu, vetëm kështu nxjerrët një brezëri. Ndërsa ka grupe politike në për parti po vendosin se kush dhe ku duhet jetë, gjithmonë kanë me mbet me kryetar që kanë ka 4-5 mandate. Mandatin e parë është duke synuar Besnik Osmani, i cili është aktualisht në kryetar i komunës Fushë Kosovës dhe i cili është direkt me neve në transmetim, besoj me transmetim të mirë. Këto e vërtetojmë veç nëse e kemi në dalje. Ja ku e kemi Besnik Osmanin. Besnik, nuk e di nëse s'mundet ta vendosësh atë telefonit dikon se në dorë, për ta mbajtur në dorë është goxha vështirë. Nuk ka mundësi me keni zonë në aktivitete, me keni zonë në aktivitete, ndava pak. Këtë punë e kemi, Besnik, t'ju prishim pak punë juve. Si është situata në Fushë Kosovë, Besnik, cilat janë pritshmëritë për nesër? Fillimisht, vetëm desha që përshëndes musafirët e tjerë në studio, unë nuk jam duke pa emisionin, nuk e di thot ç'po ndodh atje, po sigurisht është debati për ballotazhin nesër. Po, absolutisht po. Ne kemi përkundu sante me turbimin përmbëllës madhështor me rreth 2000 njerëz, gjysma ka mbetur jashtë. A ju kërkoni falje aty? Po, patjetër që kërku falje. Dhe momentalisht jemi duke punu natyrisht si çdo parti tjetër politike, si çdo kandidat që bëhemi gati për nesër për ditën e votimit. Zoti Osmani, a besoni që koalicionet në Fushë Kosovë do funksionojnë e do jenë në të mirë të një rikonfirmimi të Lidhjes Demokratike të Kosovës si fitues, marrë parasysh se vetëvendosja ka dalë para në raundin e parë? Po të kësaj radhe ju me PDK-n keni ndërtuar një bashkëpunim ose një koalicion parazgjedhor. Po, jemi bashkë, po funksionojnë perfekt. Kemi bërë gjatë gjithë javës takime të përbashkëta me antarësitë të përbashkët. Jemi mobilizu të dy shtabet, kemi harmonizime të plota të gjitha aktiviteteve, gjithçka po shkon në mënyrë të mrekullueshme dhe nesër do të jetë një ditë e madhe për komunën e Fushë Kosovës. Okej, qëndroni pak me neve se kemi edhe nga një koment këtu në studio, shkurt se Besniku ka takime të tjera, Besnik Osmani, e ta nisim me zotin Gashi. Zoti Osmani, mirëmbrëma Besnik. Mirëmbrëma. Desha të di, në fitoren potenciale të LDK-s nesër në Fushë Kosovë, a mund të konsideroni që është fitore pastër e LDK-s? Adin që nesër kur del leadershipi i lartë, thot LDK-ja i ka 5 komuna, 7 komuna, 8 komuna, apo mund ta deklaroni me plot gojë që është edhe fitore e PDK-s, jo vetëm e LDK-s në Fushë Kosovë? Unë sa po thash dhe në takimin përmbëllës, kjo do të jetë fitore në rand parë qytetarëve të komunës së Fushë Kosovës, e natyrisht si organizim politik nuk është vetëm e LDK-s, është edhe Partisë Demokratike të Kosovës, edhe partnerëve tjerë. Ne kemi bërë një marrëveshje të gjanë, në mënyrë që të krijojmë një qeveri gjithëpërfshirëse efektive për një përgjigje sfidave të reja që na presin në komunën e Fushë Kosovës. Fushë Kosovë është rritë shumë me ekonomi e me popullsi dhe ka sfidat e saj që do t'ja adresojmë me prioritet.